Përshëndetje Vladimir Muça, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni për rrugtimin tuaj në gazetari që prej fillimeve deri në ditët e sotme? Rreth parë të falenderoj për ardhjen tuaj dhe për të marrë një intervistë është kënaqësi. Rrugtimi im në fushën e gazetarisë është shumë i hershëm, ndoshta aty te vitet 94, 93-94, dhe ka qenë gazeta Koha Jon ku unë kam filluar hapat e para të gazetarisë. Do të them me kënaqësi që gazeta Koha Jon atëherë ka qenë për brezat e gazetarisë shqiptare, ka qenë një universitet i dytë i gazetarisë. Po të kemi parasysh, media në kohës së monizmit ishte një media normalisht e kolonizuar brenda atij sistemi, po ky është një kapitull tjetër. Te Koha Jon, ku unë kam patur nderin dhe privilegjin të filloj hapat e mia të para të gazetarisë, ka qenë një eksperiencë, ka qenë një kur themeli, do të thosha, për fillimin e ushtrimit të profesionit të gazetarit dhe për të arritur deri sot ku unë jam aktualisht u bën gati, po themi, mbi 27-8 vjet që unë kam qenë edhe vazhdoj të jem non stop në media. Edhe meqense pyetja është kur tek rrugtimi im si gazetar, do të thosha që unë kam pas pasion gazetarin, ato fillimet e indicit e para kanë qenë shifja ekranin, shikoja modele televizive, edhe ka qenë ajo dëshira parë me fjalë që o sa qef të jem kështu edhe të ingranohem në këtë fushë. Pra, unë nuk kam mbaruar për gazetari, realisht ka përse pak pyetje, kam mbaruar gjuhë të huaja dhe për gjuhë letërsi dhe si thosh, nuk kam mbaruar specifikisht për fushën e gazetarisë, por ka qenë pasion i hershëm që unë u mundova ta ushqej ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, dhe si thash, e ripërsëris që ka qenë kënaqësi veçantë që hapat e mia të para janë te gazeta Koha Jon, ku ka qenë e gjithë plejada e gazetarëve që aktualisht sot për shkaqet e surisë së medias, shumë gazetare, shumë emra të medias shqiptare sot janë në ekrane të ndryshme, në media të ndryshme, por fillesën e kanë tek stafi, tek formati i gazetës Koha Jon, që ka qenë një gazetë, thashë një herë, afër publikut dhe shkolla e parë e gazetarisë, ka shërbyer si shkollë për gazetarinë shqiptare, mendoj unë. Meqense biseda është pothuajse e gjitha drejt rreth gazetarisë dhe për gazetarinë, me gjithë të përvojë shumë vjeçare që keni në media, të shkruara, televizive, media sociale, juve çfarë mendimi keni për median në Shqipëri? A është ajo e pavarur sot? Për median në përgjithësi do thosha që media realisht është një kolonë shumë e rëndësishme e demokracisë në një vend. Aq tepër për Shqipërinë e vojtur nga sistemi 40 vjeçar, sistemi monist. Normalisht media ka rolin e vet dhe është pjesë e demokracisë, është produkt i kësaj demokracie të brisht, i kësaj shkalle, e kësaj psikologjie të përgjithshme të qytetarëve, dhe te pjesa ka qenë e pavarur apo është e varur, është një temë shumë e gjerë që unë do të thosha me pak fjalë, për të qenë korrekte pyetja juaj, do të thosha që ka media të pavarura, ka dhe media të varura, sepse do të pranojmë që pushteti e tenton gjithmonë që ta ketë nën suazën, nën kontrollin e vet median. Realisht, nëse ne do përmendim shembuj, por ti lëm shembujt, unë kam shembuj pafund, por le të jemi të thelbi që media në Shqipëri është edhe e pavarur, por edhe e varur. Sipas mendimit tim dhe çfarë kam perceptuar unë në të gjithë të rrugtim mediatik në vend. Por gjithsesi do të thosha, sido që të rrotullohet situata e medias, në fundit edhe media ka ato konturet e veta. Kur themi që media është edhe biznes, do të thotë që shumë pronar media që kanë hapur media, kanë hapur radio, kanë hapur televizione, normalisht brenda kësaj kornize informimi, media quhet
edhe është edhe biznes ku kam parasysh reklamën, ku kam parasysh normalisht edhe qasja. Pa ka përsyr pyetjen tuaj, do të thosha që shumë media në Amerikë, që është vend i konsoliduar me një demokraci mbi 200 vjeçare, do të thosha edhe atje ka media që pozicionohen majtas apo djathtas. Po kjo do të ishte gjë më e mirë, ndërsa këtu tek ne, edhe për shkak të eksperiencës, ne 30 vjet kemi në demokraci, normalisht edhe media është pjesë e kësaj curie, do të thosha që do të ishte mirë që të vijë një kohë që një media të caktuar të thotë të pozicionohet boshti i saj të jetë i qartë dhe i reklamuar, majtas në qendër apo djathtas. Po gjithsesi do thosha që edhe media shqiptare, ashtu si politika, ashtu si ekonomia apo probleme sociale, është në këtë tapet dhe normalisht e curia është, sipas gjykimit dhe perceptimit tim, është shumë pozitive, duke parë parasysh gjithë këto ekrane, gjithë këto rrjete media sociale dhe online etj. Ju si mendoni se arrihet pavarësia e medias? Thatë që është në rrugë të mbarë. Si arrihet pavarësia e medias? Unë do t'i përgjigjem, do të jem i saktë edhe ta shkurtoj përgjigjen time. E kemi diskutuar shumë herë në panele mediatike këtë temë, edhe në institutin e medias, po edhe me grup kolegësh, po edhe në panele gazetarësh brenda dhe jashtë vendit. Unë kam patur rastin të marr pjesë edhe në disa seminare, jo vetëm brenda Shqipërisë, në Tiranë shumë rreth edhe qarqe kryesore të vendit, por edhe jashtë vendit, si në Komod Italisë, në Greqi etj. Me një grup kolegësh nga Shqipëria. Media, sipas mendimit tim, edhe sipas asaj që unë kam thithur nga opinionet e shumë kolegëve të mi, dhe këtu kemi qenë gati në një unison, nuk është vetëm mendimi im, do të thosha që mediat pavarur do të ketë atëherë kur mundësia e gazetarëve, mundësia financiare, do të jetë e tillë që të krijojnë vetë mediat. Sepse shumë pronar për interesat e tyre, kemi pa përmendur emra, se nuk është interes, besoj, të kësaj interviste, do të thotë shumë pronar kanë hapur media, ka qenë ndërtues, ka qenë biznesmen të fushave të ndryshme, dhe tendenca atyre ka qenë që këtë media ta përdorin për qëllimet e tyre ekonomike, nëpërmjet, si thua, qasjes të pushtetit. Dhe këtu ka ngecur gazetarë që kanë qenë punësuar këtu, dhe informase kanë qenë, si thua, në suazën, në kontrollin e këtij interesi. Por fjalia ime për përgjigjen e pyetjes do të ishte mediat pavarur do të ketë plotësisht tamam në plot kuptimin e fjalës të pavarur, kur gazetar me përvojë do të kenë mundësi të krijojnë mediat e tyre dhe stafin kuptohet të angazhuar rreth medias që ata mund të krijojnë në të ardhmen. Po thuaj se dha përgjigjen edhe të pyetjes tjetër për pse do të jetë një media e pavarur, rëndësia e kësaj media. Këto janë pyetje që kemi bërë një nga një sepse kam menduar që janë shumë të rëndësishme. Atëherë, prej jush sot, cila prej mediave do ishte ideale? Një media sociale apo ndërthurja e media sociale me televizionin apo edhe me gazetarinë? E shkruar. Unë duke qenë përfaqësues i medias të atij brezi të gazetarisë, si thua, tradicionale, mund ta ndaj dhe mund të jap një opinion për mediat tradicionale, ku kam parasysh median e printuar, që për mendimin tim, dhe jo vetëm për mendimin tim, media e printuar është baza e një media, pra ajo që shkruhet dhe ngelet aty. Dhe unë do të thosha që po koha ecën, teknika e informimit ka evoluar, sidomos këtë dekadën, një dekadë gjysmë së fundit, do të thotë që duhet edhe ky alternim i medias tradicionale dhe mediave të reja, ku kemi parasysh mediat sociale, mediat online. Do të thosha që kjo nuk e pengon, si thua, cilësinë e medias. Kjo rrit ndoshta edhe cilësinë, por edhe konkurrencën. Pa ka përcyer pyetjen, po jam brenda pyetjes tuaj, do të thosha që
unë i vlerësoj shumë mediat sociale, mediat online, sepse këtu ka një farë pavarësie, edhe këtu ka probleme pa fund, se duhet një vetë rregullim, ka me qindra mira portale që gëllojnë tek opinioni publike dhe tek lexuesit dhe shikuesit, po edhe këtu ka probleme. Por ama unë mendoj që këtu ka edhe më shumë pavarësi. Flas për portale që kanë një staf gazetarësh, drejtues apo staf gazetarësh të angazhuar që kanë një farë përvojë dhe i din mirë konturet e gazetarisë. Kështu që unë e quaj sukses edhe shfaqjen e mediave sociale, sepse këto janë, si thua, edhe më afër publikut, kanë informacion më të shpejt, pa mohor edhe rolin dhe influencën që kanë edhe ekranet, radiot. Kështu që është një kompleks kjo historia e të angazhuar në media, ku kanë parasysh subjektet ekranin, radion, televizionin dhe media sociale. Kështu që jemi në këtë realitet dhe mendoj që duhet një jo alternim, por media do të mësojnë gjërat pozitive nga njëra tjetra. Unë duke qenë një personazh i vi nga media tradicionale, do të thosha që unë jam, për te modesti do të thënë, jam në gjendje të korrigjoj ato që mos kam pëlqyer dikur, për të qenë më i avantazhuar në komunikimin me publikun, apo edhe në median që unë nuk e tham, po e them unë tani, në media që unë jam angazhuar aktualisht, media online, News Albania Pikal, që mendoj që kam arritur diçka pozitive në rrafshin mediatik, jo vetëm rajonal, por edhe kombëtar dhe përtej kufive, po themi se e kanë këtë mediat online, shifen gjithandej. Gjithmonë, po. Mendoni se ka censurë sot në Shqipëri? Në fushën e medias, kuptohet? Është e pashmangshme edhe censura për shkak të atyre faktorëve i thash pak më lart, ku plekset interesat, plekset debati, plekset mungesa dhe profesionalizmit, po censurë mendoj që ka në media. Ka censurë, por unë mendoj që kjo nuk është në atë dozën që të krijon frenat të forta. Raste ka pa fund, më ka ndodhur ku kanë qenë në mediat e shkruan në gazeta, kam vënë në re me atë intuitën time që nëse kam nisur një material në redaksi, ka patur natyra të kësaj ky shkrim nuk po merret këtë burim, merr atë burim, dhe kam zbuluar që X pronar ka patur interesa të tjera ose s'ka dashur të godash për shembull një institucion të caktuar, një ministër apo një unë. Këto janë të pashmangshme, edhe censura, por ndonjëherë ne edhe vetë censurohemi si gazetar, sepse bjem ndonjëherë në kurthe të interesave të vogla ose në pasaktësira të vogla. Kështu që ka censur, unë them ka censur, por kjo nuk besoj se do ta pengoj frymarrjen e medias, sepse thash, siç e tham pak më lart, që media po zgjerohet, po merr frym dhe kam parasysh këtu mediat online. Para dhe në përsëritje do thosha që unë shikoj gjën më pozitive në media shqiptare, daljen në dritë dhe kontributi që kanë këto media. Censura, mendoj që sa do të perfeksionohet media dhe raportet e punëdhënësit e punëmarrësit, unë do të them që këtu janë edhe interesat që censur edhe do të ketë, por kjo nuk do të pengoj as pak gazetarët e mirëfill, gazetarë profesionistë, që ta godasin këtë censur me argument, me forcë profesionale. Po, atëre, për pjesën e publikut që duhet di publiku, mendoj se është interesuar për gazetarinë investigative. Kemi sot në gazetari investigative, cilët janë personazhet për ju më të njohur të kësaj gazetarie në Shqipëri, dhe po ecën në drejtimin e duhur? Gazetaria investigative është një nga sektorët mediatik më të vështirë, që kërkon jo vetëm përkushtim me profesionalizëm gazetaresk,
po kërkon edhe një përpavi shumë të fortë. Sepse është vetë profili i këtij zhanri mediatik, sepse kërkon gjëra të sigura, kërkon seriozitet, kërkon argument, kërkon fakte. Unë kam pas rastin për përmend në gazetën Shekulli, ku unë kam punuar rreth 9 vjet, u hap një seksion në redaksi, seksioni i investigimit. Ku normalisht isha i përfshirë dhe unë duke qenë një qark, siç është Fieri qark i madh, problematika ka qenë nga më të ndryshme dhe vazhdojnë të jenë akoma edhe sot që flasim së bashku. Kam qenë i përfshirë një kohë të gjatë. Gazeteria investigative, ashtu siç është edhe pjesa e reportazhit, janë dy element të gazetarisë që duhet marrin, si thua, një hapësirë më të madhe. Sepse reportazhi është po ta krahasosh me lajmin e ditës, aksidenti, larg qoftë që na ndodh edhe aksidenti, sepse nuk është faj gazetari që ndodh një aksident apo një ngjarje e rëndë, ne do ta pasqyrojmë. Është më lehtë se sa një reportazh. Reportazhi ka thellim. Akoma më shumë kërkon thellim profesional pjesa e investigimit. Edhe investigimi, mendoj unë, është futur në modelin e gazetarisë. Nëse do përmendim emra ka pa fund. Për shembull, më pëlqen t'ja përmend emrin sepse e meriton, Artan Hoxha. Unë kam pas rast të punoj me ta që ka qenë te koha jo, tek te Gazeta Shekulli. Klodiana Lala, pastaj nëse nuk do allakatemi shumë dy emisione që kanë zënë vend në media shqiptare, siç është Fix Fare dhe emisioni Stop. Edhe kanë bërë investigime të cilat i kanë tronditur ndonjëherë personazhet e pushtetit, por pse jo janë bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve që ka patur një komunitet apo një qytetar, qoftë ky i thjesht në periferinë më të lartë të vendit. Gazeteria investigative, për mendimin tim, dhe reportazhi janë dy element shumë të rëndësishëm të medias. Dhe mendoj që gazeteria investigative ka marrë për masa këto vitet e fundit dhe është një gjë shumë pozitive. Emisioni Plyp, për shembull tek Syri TV, emisioni Vetting te 24. Unë i ndjek me shumë kënaqësi dhe me thënë drejtën, sepse kam kaq përvojë në media, unë diçka të re mësoj edhe tek grupi investigativ që janë përgjithsisht kolegët e mi të njohur dhe shumë të respektuar. Sot edhe më përpara betejë është bërë për informacionin. Sa vështirë ka një gazetar, ju apo kolegë të tjerë, për informacionin që mungon nga institucionet? Si e siguroni atë? Ja kuptova pyetjen, marrja e informacionit. Kjo është sfida më e madhe e një gazetari, sepse pushteti në përgjithësi është i prirur që të mos japë informacionin që do gazetari, por kjo do të thotë që gazetari të ngelet aty tek ai gjysmë informacioni apo te mungesa e informacionit të një institucioni. Me rregull dhe me ligj, ne si gazetar na takon, nëse nuk jep informacion institucion, e kemi me ligj edhe me kushtetut, bëjmë një kërkesë zyrtare dhe brenda 15 ditë ky zotën do t'japi përgjigjen sipas pikave që kërkon gazetari, edhe varet edhe nga institucioni. Nëse një institucion ka impakte të tjera, si thua, ruan sekretet e timit, pra ka parasysh prokurorin, ka parasysh gjykatën, por ama është detyrë një institucion të japë përgjigje. Pas të jap fatin, nëse një institucion nuk e jep përgjigjen, atëherë po sipas ligjit që ekziston, dhe kjo është një diçka shumë e mirë, ai institucion në mënyrë automatike me një proces të shpejtë gjyqësor penalizohet edhe me gjobë financiare. Tani, duke patur parasysh, duke kthyer kokën pas, do të thosha që një marrëdhënie shumë e mirë midis medias, edhe kjo ndodh jo vetëm ku jemi së bashku, por në të gjithë territorin. Policia ka vite që komunikon me mediat, del një komunikat zyrtare, pothuajse e përditshme. Kjo i shërben gazetarëve, mua
edhe gjithë kolegëve për të orientuar policia të paktën jep një informacion të përgjithshëm, pasi është detyrë gazetare që mos ngelet thjesht tek komunikatët zyrtare, por ta thellojë informacionin për të qenë më i plot. Por ama policia e jep këtë informacion. Një diçka që për t'u përshëndetur ka të bëjë edhe po jap lajm të fundit, kjo ka ndodhur këto 2-3 muaj të fundit, prokuroria, gjykata kanë filluar që të jenë më të hapura me median, duke na dhënë komunikatat zyrtare. Kjo po ndodh pasi takimi që kemi bërë si grup gazetarësh me prokurorinë, gjykatën dhe me prokurorët të medias, po që janë brenda spakut. Dhe unë këtë që gjën shumë pozitive, sepse prokuroria e gjykata për shumë kohë ka qenë dyert të mbyllura për gazetarët, jo vetëm në Fier, por gjithandaj se ne komunikojmë me kolegët her pas here dhe raportojmë mendimin, ndajmë shqetësimet tona të përbashkëta. Pra, gazetari ka detyrë të gërmojnë të gjitha skutot e pushtetit, pavarësisht nga tendencat që ka pushteti për mos të dhënë informacion. Ku nuk jepet informacion? Informacion nuk jepet më shumë në nivelin e pushtetit vendor, në nivelin 2 i pushteteve, bashkitë për shembull, nuk janë shumë të prirura për të dhënë informacion, por mendoj nëse do shtrihet një bashkëpunim midis medias dhe drejtuesve institucional të këtyre dikasterëve, unë do të thosha që nuk ka na shkon edhe institucioni, do gjendet rruga e përbashkët, sepse është demokratike, është ligjore, nuk është puna se gazetarët kërkojnë lëmosh për të marrë informacion në mënyrë, po më jep informacion për të mëshiruar, është rregull dhe duhet patjetër, po mendoj që gjërat edhe në këtë pikë do vinë duke u rregulluar, sepse edhe vetë pushteti po e kupton që media ka rolin e vet të pashmangshëm në një demokraci të cilën ne e kërkojmë dhe e lusim të futet në binar dhe në shina publik, në shina të interesit të komunitetit dhe të qytetarëve. Unioni i Gazetarëve Shqiptar ka organizuar së fundi një takim në Divjak. Si shërben ky aktivitet, cili është qëllimi dhe pse në Divjak? Unë kam kënaqësi të veçantë edhe këtë pjesën e detyrave shoqërore që është brenda medias, që prej vitesh drejtoj Unionin e Gazetarëve të Qarkut të Fier. Unioni i Gazetarëve, si shumë organizata të tjera mediatike, por me thënë drejtën Unioni është më i ndjerës edhe për shkak të kohës së gjatë që është në treg, është në vëmendje të opinionit mediatik dhe publik. E ka organizimin në 12 qarqet e vendit, ka bërthama drejtuese dhe jemi edhe, si thoshe, të privilegjuar në agjë që kemi edhe një koleg mjaft të njohur në Shqipëri, që është Aleksandër Qipa. Pra ne jemi prezent në agjendat brenda vendit dhe jashtë vendit. Por më vjen mirë që ma bëre këtë pyetje se ka të bëj drejt me komunitetin e gazetarëve në Qarkun e Fierit dhe me mua personalisht. Ka qenë iniciativë e Unionit të Gazetarëve të Qarkut të Fierit që unë drejtoj për vitesh, së bashku me kolegët e mi të nderuar, në bashkëpunim me Kryesinë e Unionit të Gazetarëve Shqiptar dhe një shoqat shumë të ndjerë kulturore, Rese Gnatia, me një eksperiencë 25 vjeçare në vend, aktivitete shumë të ngjeshura kulturore ku promovohen figura, vlera kombëtare, edhe u bën 3 faktorë së bashku dhe ne organizojmë çdo vit edicionin e ndarjes çmimeve Aristid Kola, patriotit madh ndaj kombit, i cili gjithë jetën e tij ja përkushtoi shqiptarisë, prejardhjes tonë dhe fakti që ai gjithë këtë aktivitet ekspozoi në Greqi, po të kemi parasysh qëndrimin e qarqeve greke, kjo e lartëson shumë figurën e Aristid Kolës. Edicionin e 15-ve e kemi mbyllur në muajin prill, datë 18-19 prill në Divjak.
Dhe do ta shpjegoj pse Divjaka, por do dëshiroj të thosha që në këto vlerësime, pra ne nuk e kemi thjesht një aktivitet kalendarik për të mbledhur disa kolege për të kaluar një darkë apo një drek, por ne e kemi kthyer në një mision për të transmetuar sidomos te brezat e rinj një mesazh atë dashurie dhe përkushtimi, sepse ai është një shembull frymëzimi edhe për brezat që vinë. Kanë shkruar shumë historian, janë bërë shumë aktivitete dhe unë personalisht dhe jo vetëm unë konsiderojmë Arsid Kolën Skënderbeun e ditëve tona. Qëndrimi i tij për çështjen e Kosovës, luftën e Kosovës me Serbinë ka qenë një qëndrim të një intelektuali shumë madh, madje ai ka patur një proces gjyqësor në Greqi për shkak të qëndrimeve të veta. Dhe në vitin 2000 Arsid Kola, kënaqësi ta them juve dhe audiencës tuaj, në vitin 2000 ai ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë. Po faktikisht të gjitha dyshimet e arsyeshme të na çojnë edhe ata që e kanë studiuar nga afër gjithë historinë e jetën e tij dhe fundin e tij, ai u helmua në qarqet shoviniste greke. Kemi organizuar të edicion 2 herë në Fier dhe 3 herë në Divjak. Unë kam pas kënaqësinë që duke qenë pjesë e këtij eventi ku ndajmë çmimet në gazetari, në art, në kulturë, kam pas kënaqësinë që të mësoj edhe diçka më shumë edicion pas edicioni rreth figurës së Arsid Kolës. Dhe kështu rodhi edicioni pas edicioni që nga shumë historianë mësuan që Arsid Kola prej ardhen e hershme e ka nga Divjaka, nga Vidhkuqi i Divjakës. Atëherë ne e zhvendosëm aktivitetin për ta patur shtëpinë e parë të aktivitetit për ndarjen e çmimeve të Arsid Kolës. Ka qenë një aktivitet shumë i mirë, në një pjesëmarrje pothuajse salla me 500 veta e mbushur plotë për plotë, ku kemi patur përfaqësues nga komunitetet fetare, nga politika, sepse nuk e konsiderojmë, duke qenë një figurë kaq e madhe, Arsid Kola, nuk ka ngjyrime fare partijake dhe mua më është bërë qejf edhe gjithë organizatorëve që aty kanë qenë të majtë, të djathtë, intelektual dhe ne ndam çmimet në një atmosferë të jashtëzakonshme dhe juria e këtij aktiviteti ka gjetur njerëz pikant që kanë kontributet të tyre në art, në kulturë, për shembull, nëse lejon ta them, këtë edicion u vlerësua me çmimin Arsid Kola Bemblushi, u vlerësua me çmim Arsid Kola gazetari, ikona gazeterisë sportive dhe jo vetëm Dofrimet Hasani. Çmim gjithashtu mori gazetari jashtëzakonshëm i BBC, sot drejtori i radiotelevizion Kuksit, Janus Hallaçi, një personazh shumë i ndjerë dhe shumë profesional mediatik. Në kohën e luftës Kosovës, gjithë mediat botërore i referoheshin kronikave të zotit Janus Hallaçi, mori çmim. Gjithashtu u vlerësua nga juria dhe një kolege jon që ka marrë gazetarin, është në tregu mediatik me shumë kurajo, Marcela Topi. Edhe ky aktivitet do të vazhdoj dhe lajmi i fundit po jap juve, është kënaqësi. Pasi ka marruar aktiviteti në Divjak, edicioni 5, unë personalisht kam hyrë në komunikim me ambasadoren Hajdaragan në Athinë dhe ne kemi edhe sfidë të ta çojmë aktivitetin shumë afër, ndoshta javën e parë 2 të shtatorit në Athinë. Pra të çosh aktivitetin, të promovosh vlerat e kësaj figure kaq të madhe në Athinë, ku ai punoi, jetoi dhe sakrifikoi edhe jetën, kuptohet është për te kënaqësisë, është edhe një sfidë, është edhe ka ato problemet e veta. Pra do ta çojmë këtë aktivitet dhe në Athinë, do të marrin pjesë Albanitas, ndoshta do të gjejmë mundësinë edhe pjesë nga trungu familjar i Arsid Kolës. Jemi pothuajse afër fundit, çfarë mesazhi keni ju për publikun në lidhje me gazetarinë ose edhe me gjë?
mesazhi për publikun. Ka pak të vështirë të gjej fjalët, të thosha që të na ndjekin, të na dëgjojnë, pse jo, të na bëjnë edhe vretje. Dhe meqense jemi në fund dhe nuk do të ha shumë kohë, unë kam median online News Albania dhe në kronikat që dalin tek media që unë drejtoj, unë shumë vëmendje i kushtoj jo lëvdatave, po i kushtoj vëmendje më shumë ato që bëjnë ai vretje. Dhe kjo më ka shërbyer për mirë, me thënë drejtën. Kemi nevojë edhe ne për këshillat apo vretjet e publikut, sepse nëse nuk do të kemi këtë urë komunikimi, unë do të thosha që neve do shkojmë kot edhe nuk do na dëgjoj askush. Po mesazhi im ky është që ne do të forcojmë bashkëpunimin me publikun, të jemi gjithmonë afër problematikat të publikut, sepse kështu ndryshe ne do të vijmë në atë guaskën në rutinë që nuk do na shikoj publiku, po nuk do shikojmë as ne veten tonë. Kështu që mendoj duhet ky bashkëpunim dhe mesazhi im është i qartë, na ndiqni dhe na kritikoni atje ku ju e shikoni të arsyeshme. Atëherë faleminderit dhe uroj suksese në punën tuaj si gazetar edhe drejtuesi. Shumë faleminderit për ju, është kënaqësi dhe jeni mirëpritur në çdo kohë për bashkëbisedime të tjera rreth medias, pse jo, se kjo është një frym shumë e mirë, shumë e bukur kur kolegët ulen bashkëbisedojnë me njëri tjetrin. Dhe unë, me thënë drejtën, edhe pse ne jemi kolegë për vite së bashku, unë pata dhe emocioni kur një kolegë interviston kolegë, po ishte gjithsesi shumë kënaqësi për mua.